Megjithëse se do të ashtjellojmë këtë pjesë sepse ka ndjeshmëri brenda vetes që me qëndrua dhe profesionale dhe emocionale kështisht që pa e dëmtu këta fëmijë, po do doja të kthehesha pak në kronologji. Nëse nuk flasim për prind që e kanë diagnostikuar herët, që konsiderohet mosha 2 vjeçare, koha e dur për një diagnostikim edhe një orientim. Nëse vinë në shkolla fëmijët, regjistrohen në parashkollor dhe në klasë parë me problematika të ndryshme të pa diagnostikuara, a është roli i mësimdhënësit dhe pedagogit special ai që e nuhat problemin dhe orienton pastaj tek psikologu? Po, është saktësisht, do thotë shkollat bëjnë pranimin e nxënësve pa varësisht dallimeve të cilat ata mund të kenë. Pra, secila shkollë dhe konfor udhëzimeve administrative kanë një ekip shkollore në të cilën bëjnë pranimin e nxënësve dhe nga aty vërejnë disa vështirësi që mund të kenë ndonjë prej nxënësve. Pra, aty bëhet një lloj pranimi i nxënësve, një lloj vlerësimi, pastaj duhet që ta përcjellim fëmijën për një periudhë të caktuar, kur fillon mësimin e klasën e parë, që me udhëzim administrativ është 3 muaj, që të shikojnë janë disa aspekte, janë instrumentet e veçanta të KNF-s, janë dokumentet e Ministrisë të Arsimit, të cilat janë të akredituara, dhe mbledhen informacion për të gjitha fushat, janë 21 aktivitetet të sjelljes së nxënësit, sikur në aspektin vizual, aspektin e menduarit, aspektin e sjelljes, dhe nga formular pastaj bëhet inicimi i rastit, sigurisht duke bashkëpunuar dhe duke me pëlqimin e prindit, pra orientohet nxënësi nëse ka vështirësi, tek në këtë rast institucioni shkollor që është drejtori i shkollës, pastaj përcillet në drejtoritë komunale kërkesa për vlerësim. Dhe në kuadër të drejtorive komunale është komisioni për vlerësim pedagogjik të nxënësve me nevoja të veçanta, që e kanë secila komunë pothuajse, megjithëse ka shumë vështirësi në funksionim, dhe nga vlerësimi i cili bëhet në nivel komunal, pra fëmija orientohet nëse është me nevoja të veçanta arsimore apo jo. Pra, në atë moment, nxënësi merr vendimin që është me nevoja të veçanta arsimore. Prandaj edhe shpesh kemi vështirësi në identifikimin e nxënësve dhe mungesë të statistikave të sakta në Kosovë për shkak të mungesës së funksionimit të këtyre ekipeve. Pa një vlerësim të saktë në shkolla të këtyre nxënësve nga kjo ekip komunale që është për vlerësim pedagogjik, do thotë nuk mund t'i ofrohet as shërbime adekuate mësimore për këtë fëmijë, që rast specifik është plani individual. Pra, nga ky vlerësim, pastaj orientohen për shërbimet jashtëshkollore që duhet i merr nxënësi, qoftë shërbime psikologjike, logopedike, apo shërbime fiziatrike, apo shërbime të tjera. Pra, këtë është një strukturë e organizimit të tillë, pastaj rekomandimet që jepen nga ekipa komunale, që në përbërje ka edhe psikolog, ka edhe pedagog special, ka logoped, edhe është zyrtari komunal i arsimit, dhe merren informacionet nga prindi, nga mësimdhënësi për atë